Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq të mi. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju një letër goxha të dhimbshme. Një letër që në fakt mua më ka stresuar, një letër që mua më ka prekur në shpirt se çfarë njeriu duhet të jesh që një nënës t'ja krijosh këtë dhimbje që realisht nuk duhet krijuar tek nëna kjo dhimbje. Unë quhem Mereme, sot jam 72 vjeçe dhe jetoj në një shtëpi të vogël në skajin e qytetit të bukur të Tiranës. Kur shikoj fotografitë e vjetra, mezi e besoj se si jeta ime ndryshoi kaq shumë. Dikur kisha një familje të madhe, kisha një shtëpi, kisha plot zëra dhe ëndra për të ardhmen, ndërsa sot kam mbetur vetëm me kujtimet e asaj kohe. Kam lindur dhe jam rritur në një familje të varfër. Që e re kam punuar shumë. U martova me burrin tim kur isha vetëm 19 vjeç. Nuk kishim shumë, por kishim dashurinë edhe respektin për njëri tjetrin. Pas disa vitesh, lindi djali im i vetëm, Arbeni. Ai ishte drita e syve të mi. Për të, po them me plot gojë që sakrifikuam gjithçka. Burri im punonte ditë dhe natë, ndërsa unë kujdesesha për shtëpinë dhe bëja punë të ndryshme për ta ndihmuar familjen time. Kishte net kur hanin vetëm bukë e djathtë, por asnjëherë realisht nuk u ankuam. Donim që djali ynë të kishte një jetë më të mirën se sa ne e kemi patur. Realisht gjithmonë një prind këtë mendon për fëmijën. Arbeni ishte një fëmijë i mbar, mësonte mirë dhe ishte shumë i sjellshëm. Kur rrit filloi që të punonte dhe të ndihmonte në shtëpi. Ishte, po them me gjithë gojë, krenaria jo. Kur mbushi 28 vjeç, na prezantoi me vajzën që e donte, që emrin e nusjes nuk e them dot. Në fillim, nusja më pëlqeu, më dukej e edukuar dhe e respektueshme. Me thënë drejtën e prita si vajzën time. Dasma, kur e kujtoj, ishte një nga ditët më të lumtura të jetës time. Ndërsa pas martesës, ata jetuan me ne për disa vite, teksa unë kujdesesha për gjithçka. Gatuaja, pastroja dhe bëja çmos që të mos u mungonte asnjë gjë. Kur lindi nipi im, mendova se lumturia ishte e plot. Por ngadalë gjërat filluan të ndryshonin. Nusja filloi të bëhej më e ftohtë ndaj meje. Fillimisht mendova se ishte lodhje nga puna dhe nga kujdesi për fëmijën. Por me kalimin e kohës, ajo filloi të krijonte distancën mes meje edhe djalit tim. Sa herë që përpiqesha të jepja një këshill, ajo zemërohej. Po ndërhyn në jetën tonë, më thoshte. Arbeni gjendej në mes. Mundoi të ruante paqen, por unë e ndjeja se po largohej nga unë pak e nga pak. Pastaj ndodhi tragjedia që në thelb ma shkatroi krejtësisht jetën. Një mëngjes, mora një telefonat, djali im kishte pësuar një aksident të rëndë rrugor. Më kujtohet ende momenti kur mbërita në spital, mjekët bën gjithçka që mundën, por zemra e tij fatkeqësisht nuk rezistoi fare.
Atë ditë humba jo vetëm djalin tim, humba një pjesë të shpirtit tim. Nuk ka dhimbje më të madhe për një nën se sa të varos fëmijën e saj. Për muaj të tërë nuk mund të flija, endesha në për shtëpim, natën dhe prisja të dëgjoja zërin e tij. Hapa derën e dhomës së tij dhe qaja në heshtje. Mendoja se të paktën do të kishim njëra tjetrën me Nusen edhe me Nipin, por gabova. Pak javë pas vdekjes së Arbenit, Nusja filloi të fliste për dokumente, për prona dhe për trashëgimi. Në atë kohë, unë nuk isha në gjendje të mendoja për para. Mendoja vetëm për djalin tim. Ajo më solli disa letra dhe më tha se duheshin nënshkruar për procedura administrative. I besova, nuk i lexova me shumë kujdes. Isha tejet e shkatruar emocionalisht. Pas disa muajsh zbulova se një pjesë e madhe e pasurisë që unë dhe burri im kishim ndërtuar gjatë gjithë jetës sonë, ishte kaluar në emrin e saj. Këtë nuk mund ta besoja. Shtëpia, toka dhe kursime që kishim mbledhur me aq sakrifica, po largoheshin nga duart e mia. Kur e pyet ajo u zemërua. Më tha se gjithçka i takonte asaj dhe fëmijës së saj. Për herë të parë pash një fytyrë që nuk e kisha njohur më parë. Flet për Nusen. U përpoqja të flisja me qetësi, i thash se nuk doja konflikt. Kërkoja vetëm drejtësi dhe respekt, por ajo nuk dëshironte në asnjë mënyrë që të më dëgjonte. Pak nga pak filloi të më përjashtonte edhe nga jeta e nipit tim. Telefonatat u ralluan, vizitat u ndaluan. Madje erdhi dita kur më tha se nuk isha më e mirëpritur në shtëpinë ku dikur kisha jetuar me djalin tim. Atë ditë ndjeva një dhimbje që nuk mund ta përshkruaj me fjalë. Nuk ishte vetëm humbja e pasurisë, ishte humbja e familjes. Mbeta vetëm. Shokët dhe të afërmit më këshilluan të shkoja në gjykatë. Disa betejë ligjore zgjatën me shumë vite. Fillova një pjesë të drejtave të mia, por asnjë vendim nuk mund të ma kthente djalin tim. Asnjë dokument nuk mund të ma kthente familjen. Sot jetoj me një pension modest. Çdo mëngjes u is lulet në obor dhe ndes një qëri pranë fotografisë së Arbenit. Flas me të sikur është ende këtu. I tregoj për ditën time, i tregoj sa shumë më mungon. Ndonjëherë pyes nëse mund ta kisha bërë diçka më ndryshe. Ndoshta duhet të isha më e kujdesshme me dokumenta, ndoshta duhet të kërkoja ndihmë më herët, por jeta nuk kthehet pas.